Nuk është lajmi mirë, as nuk është vendim legjitim, as legal. Për 355 delegatëve ai ka marrë 169 vota, dhe me thonë 200 sa pi bjen aty, 180 janë kundër, 83, do të thotë shumica janë kundër tina. Kundër 170 Ky pi llogaritë tranzicion. 69 duket aty një për. Okej. Po gjithsesi Rexhaj edhe pavarësisht të numrave, ai vazhdon të jetë kryetari i LDK-s. Pa i vazhdon mund ta quaj veten, mirë, po e kam përsërit edhe një ditë, thashë për shembull është rasti i kryeministrit Britanisë, prej 403 delegatëve vetëm 85 e kërkuan dorëheqjen e tij dhe ai u largua. Do të thotë Abdi Xhiku është kryetari gjysës së LDK-s dhe tash do të shkoj te Albin Kurti, mundohet marrë ndonjë pozitë për vetë edhe për Vjosën. Ishte shumë të marrus, ishte një vendim të cilin e mori kuvendi, cili nuk ishte në rend, nuk ishte pika tjera renditës. Për zvotimin, ata e morën dhe në rezolutë, e cila mundohet me obligu deputetet që të votojnë ashtu që është dëmë Lumir Abdi Xhiku, kur dihet se deputetet të kuvendit të Kosovës me ligj dhe me kushtetutë janë absolutisht pa avarur.